Vllaznia në futboll për femra ka hyrë në fazën më intensive të përgatitjeve për ndeshjet e UEFA Women's Champions League. Pas disa ditësh stërvitje në Shkodër, skuadra është vendosur në Puk, ku po zhvillon fazën përgatitore me synimin për të arritur formën më të mirë fizike dhe taktike për sfidat europiane. Atmosfera në kampin Kuqeblu është pozitive, ndërsa stafi teknik i drejtuar nga Nikolin Leka po punon për konsolidimin e grupit dhe rritjen e konkurrencës brenda ekipit. Seanca stërvitore po zhvillon me intensitet, me fokus tek organizimi defensiv, tranzicioni shpejt në sulm dhe përmirësimi finalizimit, element që konsideron vendimtar për ndeshjet e Champions League. Realisht të ndjejmë veten shumë mirë. Kemi 5 ditë që jemi në qytetin e Pukës dhe kemi filluar fazën përgatitore për përgatitjet për Champions League-ën, kështu që shumë e rëndësishme edhe klima e këtij vendi, po ashtu dhe mikpritja që na kanë bërë si aty ku qëndrojmë, po ashtu dhe nga kryetari i bashkisë Rok Dodaj për mikpritjen, dhe falenderojmë shumë për gjithë që i kanë nejtë ofër ekipit. Kështu që është një klimë tepër e mirë për ekipin për të marrë përgatitjen e duhur për ndeshjet që kemi në vazhdimsi. Kemi lojtarë shumë të ardhura që kanë nga jashtë, dhe besoj se duke marrë dhe përgatitjen e duhur dhe në kohën e mjaftueshme që kemi, besoj se do na duhet pak kohë që ekipi të lidhet dhe të kuptohet me njëra tjetrën. Por në ditët në vazhdim besoj se do kemi kohën e mjaftueshme për mu lidh me njëra tjetrën, edhe për të pa edhe më tepër se ku janë problematikat ose gjërat e mira dhe pikat e forta të ekipit, por që mendoj se me 2 ndeshje miqësore që ndoshta mund të bëjmë në fund të kësaj faze, besoj se do jetë mjaftueshme. Përveç përgatitjeve në fushë, vllaznia ka bërë dhe një ndryshim në stafin teknik, zëvendës trajnerja Paula Jaku është larguar nga detyra për shkak të angazhimeve personale, vendim që është marrë me mirëkuptim me drejtuesit. Vendin e saj e ka marrë shportierja e vllaznisë Ardiola Raxhimi, një emër i njohur për skuadrën. Objektivi i vllaznisë mbetet i qartë, kalimi i turit të parë të UEFA Women's Champions League, thotë trajneri Nikolin Leka. Kjo, të them të drejtën, është një veprim që ka bërë presidenca që ekipi të gërmuar në Pukë, por është edhe fal dashamirësisë të kryetarit të bashkisë Rokut, që na ka afruar kushte komode të stadiumi, të akomodimi, dhe kështu që jemi shumë të kënaqur të them të drejtën, aq më tepër që Puka një vend që është një presidë e zakonshëm që është tamam për fazë përgatitore. Presidenca ka bërë afrime dhe në gjitha raportet duken vajzat që janë mirë, janë duke vazhduar me ritmin e duhur stërvitjen dhe të shohim deri në fund si do shkojnë, si do përfundojmë fazën përgatitore, të përfundojmë stërvitjen që të përgatiten sa më mirë të shkojmë në Champions League dhe shkojmë deri aty objektivit që kena na, kualifikimi. Brenda skuadrës mbizotron bindja se me përgatitjen e duhur dhe punën intensive të këtyre ditëve në Pukë, ekipi ka potencialin për ta përfaqësuar densish futbollin shqiptar në arenën europiane, gjë që vllaznia e femrave ka treguar edhe më herët.